Bashkë me Ksamili, një investim serioz ka përfshirë dhe shkollën e qytetit, ku marrin mësim nxënësit e fillores, të 9 vjeçares dhe e mesmja. Bënia e të gjitha mjediseve në rikonstruksion të rësor, po sjell që çdo gjë të ndryshojë në pamje, por sidomos dhe në kushtet e dhënies dhe marrjes së mësimit. Deri tani punimet kanë përfunduar në ciklin fillor. Për mësuesin e vjetër, Arjan Sheu, në shkollën 5 dëshmorët, ka nisur rikonstruksioni i shkollës. Bëhen punime të ndryshme, çdo gjë po ndryshon. Shkolla e ciklit të ulët ka përfunduar dhe aty zhvillohet mësimi me diturne, duke qenë se ka filluar nga brenda shkolla 9 vjeçare. Shkolla 9 vjeçare bën mësimin para ditet e godina e ciklit të ulët dhe mbas dite e zhvillon mësimin në cikli ulët. Dhe shkolla mesme ka filluar në pjesën e jashtme, sepse shkolla mesme po vazhdon aty, ndërsa shkolla 9 vjeçare është tani për pllakat dhe për rregullimin total, me dritaret vendosura, me sufatime, me gjitha. Sipas Sheut, investimi në shkollën 5 dëshmorët në Ksamil ka bërë që të kthehet përkohësisht mësimi me turne, por nuk ka cënuar as pak normalitetin e procesit mësimor edhe në këto kushte. Patëm çik vështirësi fillimisht me punimet që zhvillohen, sado dhe kujdesi lëvizjet edhe mbeturinave që dalin nga shkolla. Zhvillojmë në turne orët e mësimit. Jemi përpjekur me gjitha mundësit që nxënësve mos të mungoj asnjë gjë dhe të zhvillohet normalisht mësimi, siç po vazhdon deri tani aktualisht. Pritet përfundimin 9 vjeçares, pastaj do të kalohet e mesmja. Me zbatimin e këtij projekti të rikonstruksionit në shkollën e Ksamili do të ofrohen kushte për mësimdhënie të pakrahasueshme me më parë për 380 nxënësit që ndjekin mësimet në këtë institucion arsimor. Shkolla e rikonstruktuar do të jetë njëherë të harmonizuar me objekte të tjera publike përreth, e sidomos me investimet më serioze të sipërmarrjes private në këtë vend të kthyer tashmë në destinacion të kërkuar turistik.